tashmë kanë shumë të qartë se kush janë bllokuesit e vërtet të seancës konstitutive. Kryesuesi që rastisht të jetë më i vjetri në moshë, rastisht të jetë nga partia e parë, pa të drejtë kundër praktikës kushtetuese, kundër rregullorës së Kuvendit, ndërpreu seancën e sotme, ndonë se kishte kvorum të mjaftueshëm, ndonë se kishte kushte për votim të raportit të komisionit verifikues. Sinqerisht, është përkeqardhje kjo praktikë e re bllokuese e kushtetueshmërisë së Republikës Kosovës, institucionit më të lartë dhe nevojës urgjente të popullit Kosovës dhe Republikës Kosovës për të pasur institucione sa më parë. Edhe një herë, kjo shkelje e rëndë, praktikë e pazakontë, është sjellje e mbrapsht politike për cilën nuk kemi arsyetime, por gjithsesi do të ndihemi pas 48 orëve për shprehur sërish qëndrimin tonë të njëjtë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kjo çështje është shumë e qartë. Presidentja, po dhe rregullorja dhe kushtetuta e Kosovës ka sjellur çështjen në seancën e Kuvendit të Kosovës, në seancën plenare. Ky është institucioni më i lartë i vendit. Këtu mirën vendimet e vendit. Këtu duhet mirën vendimet e vendit. Për pasur vendimet e vendit, duhet të ketë të drejtë votimi siç ka parapar rregullora dhe Kushtetuta e Republikës Kosovës. Kjo drejt u mua sot 100 deputetëve prezent në sallë, kishte kushte për votim, do tuaj të votohej dhe më pas vendimi final do të merrej nga votat e deputetëve të Kosovës. Ishte e padrejt, është jo praktike pazakontë kundër rregullorës. Kryesuesi duhet të lexojë skenarin, i cili është i shkruar, është standard, nuk gëzon të bëj asnjë haptutje, as konsultime. Megjithëse morëm pjesë në konsultime, i thamë që të vazhdoj seancën siç është e parapar me rregullorën e Kuvendit dhe kështu të vazhdojmë tutje me zhbllokimin e Kuvendit. Besoj që herën tjetër dhe mikrofonat do t'i rregullohen. Ju faleminderit shumë. Domethënë, edhe ju si media edhe krejt qytetarët e Kosovës sot u bën dëshmitar të faktit që partia që ka dalë para, edhe ish pushteti, e uzurpon një drejt kushtetuese që a jep përmes deputetit më të vjetër për me siguru mbarvajtjen e seancës, por me bë diçka tjetër. Me uzurpu këtë drejt për me pengu rrjedhën e seancës. Unë mund t'ju them që këta sot vija keq në mënyrë të organizuar kanë ardhur tu me pengu seancën. Ja ku i keni skenarin. Skenari ka qenë i qartë. Skenari dhe vetmja punë që ka pas sot kryesuesi i seancës është me ardhur dhe me thonë të nderuar, konstatoj sa janë pranishëm dhe vazhdojmë me punimet me hudhën në votim, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Pra, sot ka pas uzurpim partijak të institucionit përfaqësues qytetarëve të Kosovës. Në vend se të zbatohet skenari i seancës, vazhdimi i saj, të hudhet votim raporti, një gjë e tillë nuk ka ndodhur, por është keq përdorur kjo e drejtë që i takon deputetit më të vjetër si kryesues i seancës për me arrit qëllime partijake politike, e cilat janë ato, besoj po e dini qartë. Këta jo që s'kan shumicë, por këta s'janë as afër shumicës. Dhe unë i ftoj që mos ta mbajnë peng konstruimin e Kuvendit Kosovës, mos ta mbajnë peng themelimin e institucioneve të vendit, mos t'i mbajnë peng nga fatet kushtetuese, por le të vinë seancë dhe le të votojnë. Normalisht që nuk kanë drejt me qenë në pozicione ekzekutive dhe legislative në të njëjtën kohë, por nuk munden me u sjell me këtë shpërfillje kaq të hapur ndaj vullnetit qytetar, ndaj kushtetutës vendit, ndaj ligjeve të Republikës Kosovës. Është vërtet përkeqardhje, por sot pati një shpërfaqje. Këta nuk kanë shumicë parlamentare dhe me qenë se nuk kanë, po dëshirojnë me ble kohë. Me ble dhe 48 orë kohë për me bo pazaret politike të cilat, unë për ju them, edhe mas 2 ditë do t'i kenë në nivelin e njëjtë, nuk do t'kenë shumicë. A ka pyetje dikush? Faleminderit. Mirupafshim. Veprimeve të sotme unë besoj se zoti Kurtit nuk mundet të del dhe të deklaroj se opozita po e bllokon punën institucionale dhe konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Ne sot ishim prezent, e pa që kërkua një konsultim dhe kërkoshe me ble kohë që deputetet edhe njëherë të formohet komisioni ad hoc për verifikimin e mandateve, gjë që s'ka pas nevojë dhe ne konstatuam se s'ka nevojë sepse një raport i tillë
ka ardhur në seancën plenare dhe me shumicë votash është miratuar edhe pse ka pas vota kundër edhe ka pas abstenime. Ne kemi prit që seanca të vazhdoj, ashtu edhe i them në konsultime që duhet vazhdoj në pikën që ka ngel, që ka qenë votimi i raportit, sepse në fakt aty ka ngel seanca konstituive e para 48 orëve dhe ne pritëm që të ketë votim, ndërsa krejt rasisht konstatoj sa deputet janë prezent, që nëse ti ke dëshiru me mbyll seancën, çka ka rëndësi sa deputet janë prezent në sallën plenare dhe pas konstatimit të numrit të deputetëve tregoj që meqense s'ka pas konsensus, ne do e mbyllim seancën edhe seanca tjetër do të jetë pas 48 orëve. Kjo është antikushtetuese, është antiligjore, sepse në fakt ai është dashur që këtë raport sot ta hull në votim në mënyrë që deputetet sipas dëshirave dhe qëndrimet votojnë pro, kundër apo të abstenojnë. Dhe nuk e kanë asnjë arsye sot që opozitën me e akuzu për bojkotim të konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Faleminderit. O thashë nuk ka konsenzus, nëse ju partitë opozitare jeni të një qëndrimi të njëjtë, atëherë kujt është duke mundu konsenzuset dhe çka s'po arrini me pas konsenzus. Kur që të gjithë po deklaroni që jeni për vazhdim të seancës dhe për votim edhe një herë të raportit. E tham edhe më parë, zoti Kurti po dëshiron me ble kohë për shkak se nuk i ka votat për zgjedhjen e kryeparlamentarit, nuk i ka votat për formimin e qeverisë, nuk e ka shumicën e thjeshtë dhe për këtë arsye po mundohet jashtëligjshëm, antikushtetues, antiligjor ta bëjë zhvarritjen e konstituimit të seancës, sepse betimi i deputetëve në nënshkrimin e deklaratit së betimit të deputetëve është një akt formal, ndërsa ne ishim në sallë sot, ne do kishim votuar, nuk është më rëndësi se cili do të kishte qenë vota jonë pro, kundër apo abstenim, sepse në këto raste me shumicë të thjeshtë prej numrit prezent, për shembull nëse sot ashtu siç deklaroi kanë qenë prezent 100 deputet, me 51 vota kish kalu raporti i konstituimit të Kuvendit, ndërsa këta qëllimshëm e bojkotun, e sabotun dhe e mbyllën seancën. A kështë qëndruju në sallë, nëse ishte edhe në votim kë raport? Na ishim në sallë, në fakt ne ishim në sallë, ne ishim në sallë, gjithë deputetet edhe të opozitës, gjithë kemi qenë në sallë, ndërsa qëndrimi se si do të votojmë, është e drejta jonë legjitimi si do kishim votuar. Faleminderit. Absolut as të martën s'ka pas, sepse ne kemi nxjerrë në pan një shkelje ligjore dhe kushtetuese dhe shifni sa po lexova një lajm që sot kryeministri që po deklarohet që është i dorëhequr ka emëruar shefin drejtorin e doganave. A ka të drejtë kryeministri sot të emëroj kryeministrin në dorëheqje apo si ushtruesi detyre të emëroj drejtorit e doganave? Domethënë po e përdor qeverinë për kusuret veta, po e përdor pozicionin për emërime të tjera të jashtëligjshme dhe normal që ju konvenon ta bllokojnë punën e Kuvendit të Kosovës. Faleminderit. Përshëndetje edhe një herë. Siç e pat kryesuesi i seancës konstituive e pezulloi apo e ndërpreu këtë seancë për faktin se në takimin konsultativ në të cilin ishim të pranishëm të gjithë përfaqësuesit e partive politike, nuk pati asnjë konsensus. Pra kishte qëndrime të kundërta me njëra tjetrën. Në këtë drejtim, më duhet të theksoj faktin që letra që presidenti Osmani ka drejtuar tek kryesuesi i seancës konstituive kërkon që të gjejmë zgjidhje për të mos u bllokuar konstituimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe për ta gjetur këtë zgjidhje, duhen konsultime. Pra nuk mund të vim të një zgjidhje pa pasur paraprakisht konsultime ndërmjet partive politike. Ne sot ishim të gatshëm që të japim kontributin ton për zgjidhjet e mundshme që mund t'i kemi para vetës. Unë isha e pranishme në këtë takim, bashkë me mua zonja Kusari Lila, në të cilën jam bashkë edhe në këtë konferencë dhe Saranda Bogujevci. Pra, ne si subjekt politik, si parti politike, duam ta korrigjojmë vendimin e gabuar të Kuvendit të Republikës Kosovës. Pra, kemi plot vullnet që ai vendim të korrigjohet, por duhet
të shohim se cila është mënyra për ta korrigjuar atë vendim, duke pasur parasysh që as me rregullorën e punës kuvendit, as me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, as me ndonjë ligj tjetër në fuqi, nuk është e paraparë një situatë të tillë, duket që ligjvënësit ose deputetët të cilët e kanë hartuar rregullorën e punës së kuvendit nuk e kanë paraparë një situatë se çka ndodh në një moment të tillë kur kuvendi vendos mos me i verifiku mandatin e deputetëve të cilët janë certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pra ne do të jemi sërish në seancën që është thirrë nga kryesuesi Dehari, kemi edhe një herë vullnet të plot që të propozojmë edhe mënyra se si duhet shkuar tutje. Unë më herët e përmenda njërin nga ato, a do të jetë një komision i ri për verifikimin e mandateve, apo komisioni që e ka këtë punë herën e parë, ta bëj sërish përgatitjen e raportit të ri që do ta sjellë në Kuvendin e Kosovës, është një çështje që mund të diskutohet, por natyrisht mund të ketë edhe propozime tjera. Prandaj jemi këtu për gjetur zgjidhje, për të ofruar mundësi dhe për të kryer detyrat tona si deputet Kuvendit të Republikës së Kosovës. Zonja Sari Dila. Faleminderit zonja Gjiu, të nderuara media, të nderuar qytetarë të Republikës. Është për keqardhje situata dhe rrethanat në të cilat është vendosur organi më i lartë i shtetit, organi legjislativ Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ajo çfarë duhej të ishte një proces i thjesht i votimit, më shumë teknik se sa politik, me të cilin të gjithë deputetët e Republikës, të cilët kanë marrë mandatin nga qytetarët e Republikës, e konfirmojnë vullnetin e tyre për aktivitetin e tyre si deputet me një votim, e kanë vendosur në një rafsh politik dhe kanë shprehur në një farforme jo vetëm pabesinë e tyre për ato mandate, por gjithashtu edhe mos pranimin e rezultateve. Zgjedhjet kanë qenë me një rezultat të qartë, si në vitin 2021, si në vitin 2025, lëvizjave të vendosje me partnerët e vet ka dalë partia e parë, fituese, dhe natyrisht që veprimin e tyre politik kanë mundur ta vazhdojnë me votimin apo mos votimin e kryetarit të Kuvendit dhe organeve të Kuvendit. Por jo e vendosën në një rafsh në të cilin treguan se nuk janë pajtuar as me rezultatin më herët e as me rezultatin tani, dhe me çdo kush duhet të shërbejnë ose duhet të jenë në funksion të bllokimit të shtetit. Nuk ka asnjë logjik tjetër përveç se bllokimi i institucionit më të lartë për të proceduar pastaj me formimin e institucioneve, se sa mos marrja pjesë ose votimi kundër marrjes së mandateve të tyre. Nuk ishte ky votim ose propozimi i qeverisë, nuk ishte ky votim ose propozimi i partisë së parë në zgjedhje. Kjo është një procedurë e thjeshtë, e cila asnjëherë më parë nuk është kontestuar ose nuk është bllokuar në formën se si është bërë tani. Kjo vetëm e tregon se ju kanë shterë të gjitha format kreative të opozitarizmit që asnjëherë nuk i kanë pasur dhe nuk po mund t'i gjejnë, dhe tashmë vendosin veç të bëjnë një blokadë të thjeshtë të shtetit apo institucionit. Tani më lejoni vetëm në 2 çështje t'ju tregoj se sa larg shkon zelli i tyre për të bllokuar. Në mbledhjen e cila u thirr nga kryesuesi i seancës, përveç se pat e para reagime absurde në të cilin ti nuk ke mandat naftosh për konsultime, nëse ne nuk debatojmë si të zgjedhur të popullit për të dalë nga ky ngërsh, nga kush e presin? Presin thirrje nga ambasadat, presin që dikush t'ju bëj presion të natyrës tjetër. Është absurde ti thonë zoti Dehari, kryesuesi të seancës, ti nuk je drejt naftosh. Çfarë të drejtë kanë ata të kontestojnë çështjen bazike, dialogimin, si të procedojmë tutje. Në kuadër të kësaj, siç e tha ministri Haxhiu, është edhe çështja tjetër, në të cilën ne asnjëherë më parë s'kemi përballuar në aspektin ligjor. Një ligj që nuk votohet në kuvend ose që rrëzohet në kuvend, siç është rrëzuar certifikimi i mandateve, duhet 3 muaj që pastaj t'i kthehet kuvendit. Ne nuk kemi një legjislacion që e tregon që në rast të rrëzimit të dosjes ose raportit të Komisionit Qendror Zgjedhor, edhe një herë po e ritheksoj, i vetmi institucion përgjegjës për verifikim dhe certifikim të zgjedhjeve dhe mandateve është Komisioni Qendror Zgjedhor. Grupi punues mblidhet për të bë një verifikim formal mbi prezencën e deputetëve në sallë dhe natyrisht mandateve të cilat janë pranuar dhe bëhet betimi i deputetëve. Ata atë e kontestuan. Domethënë diçka që në fakt nuk është përgatitur as nga Komisioni punues. Si dhe më lejoni gjithashtu që drejt për drejt t'i përgjigjem
zonjes Time Kadria që ishte këtu para nesh, në raport me përgjegjësitë e kryeministrit. Ta lexojnë mëre, ta konsultojnë ligjin, është shumë i qartë ligji mbi qeverinë, i cili tregon kompetencat. Qeveria në detyrë nuk mund të emëroj ose të inicioj emrime në pozita të larta, vetëm në rastet ku ato pozita duhet të konfirmohen në kuvend ose duhet të konfirmohen nga presidentja. Që është kjo padituri sistematike, që janë këto gabime të vazhdueshme me cilat synohet të kontestohet çdo gjë, me një fakt banal, pse shkon kryeministri apo ministrat në zyrë. Cila është krenaria të zbrazën dhe të mos jenë këta në funksion. Të vazhdojnë, veprimin politik e kanë, me njëherë pas betimit, futet në votim kryetari i kuvendit dhe pastaj kryesia e kuvendit dhe pastaj qeveria. Aty shihet vullneti i tyre për të mbështetur apo për të mos mbështetur. Në situatën si po vazhdon, sinqerisht, ne nëse vazhdon në këtë mënyrë, atëherë duhet gradualisht të konsumojmë kohën dhe në momentin kur e shohim që s'ka zgjidhje tjetër, të drejtohemi prap subjekteve, të themi të ulemi atëherë në tryezë të diskutojmë për zgjidhje tjera. Se nëse kjo është bazike që ju si merrni mandatet ose të lëshojnë rrugë atë të tjerëve që janë në listë pas tyre. Me radhë, ju lutem. Veç pak. Po. Unë u deklarum, thirrja e takimit konsultativ për dialog ishte. Opozita po të shkeli ligjin. Në fakt të doneli 26 që do që një moment që një anëvari qeverisë për ndërtyrë, të gjithë deputet duhet të tërhiqet. E kemi bërë. E kemi bërë edhe me letrat të cilat janë dërguar Komisionit Qendror Zgjedhor. E kemi bërë. Edhe një herë, e përmendet edhe veç e propozuar për tonë e parlamentit, sepse ka pos e domi se kanë qenë do të thotë që jo, kjo nuk qëndron. Nuk kemi mbri ende në atë pikë. Do të thonë kur të mbrim të ajo pikë siç ishte deklarata ime më hershme. Si të mbrim të ajo pikë, do ta shihni edhe kush është emri apo propozimi për kryetar apo kryetare të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Vetëm edhe një herë, neni 26 kërkon që ministrat, kryeministri duhet të tërhiqet. Unë ju kam thënë edhe në konferencën e 15 prillit. Ne e kemi bërë këtë. Pra para certifikimit të rezultateve zgjedhore, ne kemi njoftuar kryesuesin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që ne e pranojmë mandatin e deputetit. Dhe hera e dytë është kur ne para seancës konstituive i kemi drejtuar dorëheqjen kryeministrit Kurti dhe me të njëjtat dorëheqje kryeministri Kurti e ka njoftuar kryetarin e Kuvendit. Ky është aspekti formal që ne e kemi bërë për të theksuar që e kemi përmbushur kërkesën që gjendet në nenin 26. Keni parasysh. Këta që sot thonë që qeveria shteti duhet mbetet pa qeveri, që është komplet qëndrim i pajustifikueshëm, i pabazum as në praktikën e Kosovës, as në ndonjë praktik tjetër, dhe në shpërputhje të plot edhe me aktgjykimet të gjykatës kushtetuese. E ka përmendur edhe kryeministri Kurti, kemi përmendur edhe ne. Edhe sa ka qenë kryeministër Hashim Thaçi, është duetuar si deputet, ka vazhduar të jetë kryeministër në detyrë. Edhe Ramush Haradinaj njësoj ka dhënë dorëheqje, ka mbetë kryeministër në detyrë derisa ka ardhur qeveria re. Edhe ja ta sjell edhe argumentin tjetër. Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese ka thënë që qeveria Hoti është zgjedhur në kundërshtim me kushtetutën. A është kështu? Mirë po ka thënë, vendimet mbeten fuqi, pavarësisht që ishte votuar në kundërshtim me kushtetutën, për shkak të sigurisë juridike vendimet mbeten fuqi dhe qeveria në detyrë mbetet deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Pra një qeveri e cila është zgjedhur në kundërshtim me kushtetutën. Pra, neni 26 të cilës po i referoheni, kërkon dorëheqjen tonë, ne e kemi bërë. Çka tjetër duhet bëjmë? Këtu është e hapur tendenca e opozitës për të bllokuar vendin. Vetëm një mendim shtesë nga ajo çfarë tha ministri Haxhiu. Nuk është dorëhequr qeveria në rrethana të jashtëzakonshme. Ka skaduar mandati. Ju lutem se po bëhen vazhdimisht përzierje të krahasimit të situatave dhe rrethanave. Qeveria Kurti 2 është qeveria e parë në Kosovën e pavarur që e përfundon mandatin. Pse gjithë ky krahasim ose gjithë kjo ngarendje me ne na thon, ne insistimi për dorëheqje shkon, domethënë disproporcionalisht me atë se ju se
themi ish kryeministri Hoti nuk ka dhënë betimin derisa se ka dorëzuar detyrën. Ne jemi duke folur për situata krejtësisht të ndryshme. Jemi duke folur për një situatë normale. A është normaliteti standard që duhet ta pranojmë? A është normal? Në asnjë vend, një kryeministër i cili e prezanton edhe dorëheqjen qoftë ajo edhe jashtë mandatit, nuk ikën nga zyrja derisa të vjen dikush tjetër për t'ia dorëzuar mandatin. Veç një pyetje, lutem. Cili nen shkruan që shteti duhet mbetet pa qeveri. A mund Shtetuta e Republikës së Kosovës. Shtetuta është mbi. Është përgjigjen kolegëve tuat, lutem. Nëse dëshironi me pas përgjigje, duheni me mbajt radhë, se përbes pizëni njëri tjetrin. Na hidroni se dikujt i përgjigjem, dikujt jo. Pra, edhe një herë, ne jemi të gatshëm. Leurat s'po dëgjohet. Është ju përgjigj pyetjes. Jo të përgjigj. Vazhdo. Veç merruni vesh ju me njëri tjetrin edhe ne jemi dakord. Edhe një herë. Është duke u përgjigj zonja Haxhiu. Ne jemi të gatshëm që ta korrigjojmë vendimin e gabuar të Kuvendit Republikës Kosovës. Dhe janë disa zgjidhje përpara, unë e përmenda vetëm një, por mund të ketë propozime tjera. Për shembull, mund sërish ose të krijohet, themelohet një komision i ri për verifikim të mandateve dhe ta shqyrtoj raportin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe të rekomandoj seancës për votim, ose komisioni që e ka kryer këtë punë fillimisht në seancën e 15 prillit ta bëj punën e njëjtë. Pra, jemi në një situatë të tillë. Ne kemi propozuar këtu, por që ata e braktisën takimin konsultativ. A jeni në dieni që keni mujt me kalu verifikimin e mandateve vetëm me 51 Është jashtëzakonisht e rëndësishme që të ketë unifikim të qëndrimeve të grupeve parlamentare në Ne jemi gatshëm që të betohemi si deputet, ta bëjmë betimin pra si deputet, të propozojmë emrin e kandidatit për Shiqoni vetëm pak. Edhe një herë në aspektin procedural. Ju lutem, a ka mundësi që ta kthejmë aty ku shumica e pyetjeve të kësaj jane të paktën të djathtas janë. Pse su rikthye në votim raporti? Për arsye se ai raport është rrëzuar një herë. Procedura parlamentare thosë një dokument i cili ka qenë i verifikuar, i nënshkruar, i votuar në parim njëjtë sikur se ndodh me ligjen e komisione. Ju ka prezentuar seancës, në të cilin ka pas quorum, 109 deputet kanë qenë prezent. Ai është rrëzu me votë, ndërsa për procedurën tutje duhet të deklarohen. Nuk munden me thonë veç hedhen votim, për arsye se nuk është kjo çështje e mungesës quorumit. Në mungesë të quorumit dokumentet hidhen në votim kur arrihet quorumi. Ne kishim quorum, 109 deputet kanë qenë në sallë. Dokumenti është rrëzu. Tani, nëse opozita nuk dëshiron të bisedoj fare as siç çka do të bëjmë me atë raport, ose me atë dokument, po mbesim kështu, ose po drejtohemi siç e përmenda më herët për një palë zgjedhje të reja. O pyetje për ata pse nuk votuan. Pyetje për zotin Krasniqi dhe zonjën Rexhepi. Ne jemi tani të gjithë deputet që presim të bëjmë betimin e pastaj të prezantohen koalicione. Faleminderit. Jam përgjigj, i kemi votat. Faleminderit shumë.